kishte mësuar nga ajo interviste juaja, zoti Kurti, se kush është Vuk Hamoviqi, Edamir Fazliqi dhe të tjerët të cilët ndërlidhen direkt ose indirekt, dhe akuzat janë në këto momente se ka vazhduar avazi i njëjtë me çmim më të madh për kosovarët ose për konsumatorët dhe përsëri duke përfituar këta të cilët ju i keni quajtur mafia energjetike, Hamoviqi e të tjerët. Cili është komenti juaj? Nuk ka asgjë të vërtetë aty, që të gjitha janë dezinformata. Në të kaluarën është e vërtetë që EFT, një kompani serbe me pronar Vuk Hamoviqin, i ka shitur energji elektrike Kosovës, atëherë kur ka qenë drejtor i Kekut Niazi Thaçi. Mirë, po siç e dini, Niazi Thaçi është shkarkuar nga bordi në Kurtini në pranverën e vitit 2020. Dhe sa jam unë kryeministër, nuk e vazhdon avazin e vjetër, siç po thoni ju, EFT-ja edhe Vuk Hamoviqi. Ne në Kosovë kemi Ketsin edhe Keskon. Keskoja për furnizim ble energji elektrike në treg, Ketsi në rast të humbjeve, që janë private. Ka një anomali ku sidomos para një viti çmimet e energjisë elektrike kanë qenë shumë të larta, diku rreth 700 euro për 1 megawatt orë, për shkak të linjave të koneksionit. Mirë, po këtë tashe gati një vit është duke e hulumtuar, e hetuar zërreja, zyra e rregullatorit të energjisë, dhe uroj që sa më shpejt të dalin me konkluzionin e tyre. Përndryshe, Keku nuk blen energji nga Vuk Hamoviqi, ajo çfarë ka qenë në të kaluarën nuk vazhdon më sot, por e kuptoni, nuk është në fokus e vërteta. Pse? Për shkak se dëshirojnë ta sulmojnë vetëvendosjen, kinse edhe ky subjekt politik, edhe unë si kryeministër, jam sikurse ata të mëhershmit. Kjo nuk është e vërtetë. Pra, është keqpërdorim maksimal i lirisë së shprehjes. Edhe njerë po them, kur s'ka pas më shumë liri të shprehjes, ndërkaq në anën tjetër për cilësinë e shprehjes të mos flasim. E kanë sqaruar gjëra gjatë, edhe ministri i energjisë Artane Rizvanolli, edhe